لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم فلكلمة ذكرنا تكون ذات الله جل شانه أعطى قال النووي وقال الدين ذات كيف هو درسات صلوات والسلام على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë pjesëtarët e umetit të tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, fillimisht falenderoj Këshillin dhe njëkohësisht edhe Hoxhën e xhamisë Muhamedi Efendi Ademi për ftesën. Sot do të mundohemi të flasim mbi një temë që është e rëndësishme në fenë tonë, apo një temë e cila e bën ekuilibrimit e gjitha çështjeve fetare. Do të flasim mbi formën dhe esencën e fesë, mbi formën dhe atë thelbin e fesë. Siç e dini, edhe gjitha ibadetet ne që i bëjmë, qoftë namazi, qoftë agjerimi, qoftë haxhi, kanë një formë. Ka një formë në cilën ne e falim namazin. Mirë po, për te i formës, namazi ka edhe esencën, ka edhe thelbin e vetë. Po ashtu në përfishmërin tonë, ne edhe të flasim, të folërin tonë, ka një formë. Mirë po pas kësaj që ndron thelbi asaj, nëse fjalët tona nuk pasohen me vepra, fjalët tona janë kota. Po sjell një shembull nga jeta e muslimanëve, partë tanë, e dini gjithë, lufta e Bedrit ishte lufta e parë e madhe që ndodhi mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dhe në këtë luftë, ata cilët morën pjesë për muslimanëve, pas luftës, nga ana e Allahut xhaleshanu dhe nga ana e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ata pjesëmarrësit e Bedrit ishin flatëruar si asnjë grup tjetër. Dhe ata muslimanët cilët nuk kishin marrë pjesë në këtë luftë, thanë, ja Rasulullah, sikur ketën një luftë pas Bedrit, edhe ne të marrë një pjesë në atë luftë, edhe ne të arrim gradat e këtyre muslimanëve. Pas një viti, Allah xhaleshanu deshti që muslimanët takohen në Uhud me mushrikët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte dashur që lufta të ndodhë, nëse vinë mushrikët na luftojnë neve, ne do të presim Medinë. Mirë po këta muslimanët cilët deshtën që të luftonin, deshtën të arrinin gradat e luftarëve të Bedrit, i thanë Muhamedit alayhis salatu wassalam, ne duhet dalim në Uhud dhe të ballafaqohemi atje, jo të presim Medinë. Insistuan këtë dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e pranoi. Muslimanët dolën, luftuan në Uhud dhe është interesant të pikërisht ta njerëz cilët deshtën dhe insistuan që dalin në Uhud të luftojnë, këta ikën nga lufta. Pejgamberi alayhis salatu wassalam mbeti me pak njerëz në pejgamberin e luftës. Edhe zbritën disa ajete
Pas betejës Uhutit, Allahu xhaleshanhu I kritikoi këta besimtarë të cilët vetëm folën para lufte dhe Allahu xhaleshanhu tha: "Walaqad kuntum tamannawna al-mawt min qabli an talqahu." Ju e dëshironi vdekje, ju deshët luftë para lufte. Me fjalët tuaja ju e dëshironi vdekje, e u ballafaqut me vdekje. Allahu thotë: "Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun." E ju u ballafaqut me vdekje vetëm me pa habitur. Do të thonë ato fjalë të cilët ju I tha, nuk I vendoha as pa. Në këtë kontekst, zbritjen e ajetit të cilët I filluam, në cilët I lexuam fillim të hutbes, Allahu xhaleshanhu I kritikoi besimtarët dhe tha, është ajet që vjen deri në ditën e gjykimit, vjen edhe për neve. Allahu xhaleshanhu tha në surën Saf: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar, lima taquluna ma la taf'alun, pse e thoni atë që nuk e veproni? Allahu xhaleshanhu I shtoi dozën e kritikës dhe tha: "Kebura nafsan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." E Allahu xhaleshanhu është shumë e urije ta thoni atë që nuk e veproni. Ju e deshët vdekjen, e deshët xhihadin, mirë po, nuk e vepruat atë cilën ju e tha. E ka dini se kjo nga Allahu xhaleshanhu është shumë e urije, I nderuar xhamat. Ne edhe në përditshmëri hasim këtë problem, raportin mes formës dhe esencës. Kjo ajet cilën e lexuam, po Allahu xhaleshanhu kritikoi muslimanët e parë. Kjo ajet edhe sot edhe neve na drejtohet. O ju besimtarë, pse e thoni atë cilën nuk e veproni? Ne vazhdimisht ne ja sot ja ne ligjërojmë për fe. Ummeti si asnjëherë më parë nuk ka ligjëruar për fe. Dhe dini, gjenerata e parë fejnë në ka pas objekt ligjërimi si që kemi në sot. Mos mendoni se ata janë mbledhur sikur ne që mbledhemi sot, jashtë ditëve të xumaja, dhe ne ligjërojmë për fe. Gjenerata e parë nuk ka ligjëruar kështu për fe. Nëse do të flasim për bidat e fe, nuk ka bidat më të madhe se kjo. Gjeneratat e para e kanë jetuar fe, kanë kuptuar fetin e fesë. Dhe sot fejnë e kemi objekt ligjërimi. E dini ku me të madhe në sot ligjërojmë për drejtësi. Me të madhe, po xhallarët dhe gjithë muslimanët, sot këshillojnë njëri tjetrin për drejtësi. Mirë po, ne I parë cilët e pejgojmë drejtësi. Ne me të madhe ligjërojmë, edhe I lexojmë ajetin ku Allahu xhaleshanhu na thotë: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Allahu xhaleshanhu thotë, Allahu ju urdhëron amanetet t'ia jepni ehlit vet. Kush është I Zoti I punës, ai do ta marrë punën. Mirë po, vërtet e di më mirë se unë, ne muslimanët jemi ata cilët e luftojnë këtë fenomen. E Allahu xhaleshanhu na kritikon dhe vazhdimisht. Edhe ajetin ne kur realizojmë, ta dini se ky ajet vetë na drejton. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju cilët keni besuar, lima taquluna ma la taf'alun. Pse e thoni atë cilët ju nuk e veproni? Si thash, gjenerata e parë nuk kanë ligjëruar shumë për fe. Është një rast interesant, ku njëri prej selefëve I drejtohet një grup drejton. A na tregon diçka për fe, diçka që Allahu xhaleshanhu ose pejgamberi ju kanë treguar ju për fe, na tregon neve të rive. Ai u drejtua dhe u tha: "Jo, dëshironi që ta bëj një punë në cilën Allahu xhaleshanhu ka më urdhëruar mua. Nëse ju them unë ju për diçka, nëse ju ligjëroj për fe, e unë nuk e bëj, Allahu xhaleshanhu më urdhëron mua, sepse ne kemi një Zot I cili thotë në Kur'an: "Ya'lamu kha'inata al-a'yun." Ai di edhe shikimin tim saktësive, o na tukhfi sudur, edhe e di se çka fshehin njerëzit në zemrën e vet. Të nderuar xhamat, nëse shikojmë ne përdej luftave të mëdha historike, ne këtë probleme kemi edhe për përditshmërinë tonë, si shtatë. Ne vazhdimisht, çdo ditë ballafaqohemi me këtë problem. Gjëra të cilat ne I bëjmë, apo të vesim vetëm në formë, apo të ta kalojmë në formë, për te formës, do ta kapim në esencë. Si për shembull, do e jap çështjen e namazit.
çështja e cilën më shumë të ne diskutojmë. Ju e dini se ummeti muslimanët një me ka të qëndret në çështjen e namazit nuk e kanë rregulluar. Kur të them çështja e namazit, formën e namazit, nuk është problem të diskutohet çështja e namazit deri ditën e Kiametit, nuk është problem. Është mirë në disa raste. Ama kjo çështje bëhet çështje primare e fesë, është katastrofike. Edhe ne si ummet vazhdimisht sot edhe në përbufe, flitet për formën e namazit. Mirë po, Allahu që lëshon në Kur'an flet më shumë për esencën e namazit, për thelbin e namazit, për te formales. Allahu në Kur'an për namazin thotë: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazin ndalon nga e keqja dhe punët e mista. Kjo është kjo, esenca e namazit është kjo. Pastaj, në surën Ma'un, cilën gjithë e dinë, Allahu xhaleshanu i kritikon ata cilët falin namaz. Fawailun lil musallin. Vajhalli për ata cilët falin namaz. Ama nuk ka përja ajeti në formën e namazit. Ne e kemi skritur kuptimin e ajetit si nuk ka përja në formën e namazit. Allahu xhaleshanu vazhdon të thotë: "Alladhina hum an salatihim sahun", ata cilët e neglizhojnë namazin. Alladhina hum yura'un, ata cilët namazin e falin për si e faqe, e falin vetëm në formë. Edhe ajeti i fundit është interesant. Allahu thotë: "Wa yamna'una al-ma'un". Këta cilët falin namaz e pengojnë edhe punën më të vogël të hajrit që ndodh në shoqëri. Wa yamna'una al-ma'un. Falin namaz, ama pengon çdo zhvillim dhe çdo avancim në shoqëri. E ta dini të ndërruar vëllezër se ki namaz neve në vazhdimisht. Nëse ne namazin tonë nuk e avancojnë për te i formës dhe namazin i gejnë vetëm në formë, ki namaz neve e kritikon dhe në halkon. Allah në rrugë. Të ndërruar gjëmatë, gjyra në fejë, matën me cilësi edhe jo me sasi. Pra, nuk kam formë, gjyra në fejë, kam shpirtin e vetë. Nëse, në bjerë se qëka ke mësuar nga feja gjatë gjithë jetës, do t'ju kisha përgjigjur shkurt. Feja në mëson se ka mundësi një njeri i cili nuk ka shkel as pak në qave, në harenën e qavës. Ka mundësi a i njeri tjetë më i mirë dhe më i bashkë për Allahu xhaleshan në bu, se sa një njeri i cili ka shkelur me 100 herë në qave. Këtë nuk e them unë, këtë e thot feja e pejgamberi alayhi salatu wassalam. Një ditë, përderisa pejgamberi ishte me njërin prej shokëve të vet, kaloi një njeri në rrugë, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i drejtuar këtij dhe tha shokut vet: "Çka mendon njeri? Çfarë mendimi ke?" "Ja Rasulullah, tha, Kjo është njërë të njerëzve më të miri në të mesin tonë. Ki nëse folë, krejtë në dëgjojnë. Ki nëse kërkon një vajzë për të martu kejtë e rrë. Ki nëse ndërmjetëson dhe një punë, i parnojët në kjecine, dhe Pejgamberi alayhi salatu nuk i përgjigjë. Nuk i tha asgjë, pas nuk tohe, kaloi një njeri tjetër. Pejgamberi alayhi salatu njëti shok i përgjigjë dhe tha: "Çfarë mendimi ke për këtë njeri?" "Ja Rasulullah, ati është fukara. Shumë fukara, është miskin. Ati nëse kur nuk e njojnë. Ki medit një vajzë, kur njerë nuk e japë. Ki nëse ndërmjetëson dhe një punë, nuk e varë një veshë." Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju thirrë dhe i thash atij shokut, i tha një mesazh atij të gjithë ummetit vet. Tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam: "Ta dini se ti jeni një ditë i cili mesën tuaj është i nënçmuar dhe Allahu xhaleshanu është shumë më i dashur se sa i njeriu i parë. E gjithë bota të mbushet pas njerëz të cilët ju i doni dhe admironi. Ta dini se nuk e ka vendin sikur e ka vendin
gjëra në fe, madhe me cilësi. Febi, esenca është në rëndësi. Pra këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith thotë: Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allahu nuk shikon pamjen tuaj edhe mallin tuaj, pasurinë tuaj, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu xhaleshanu nuk shikon zemrat tuaja dhe në punën tuaj. Pa mos e zgjatë shumë, e përfundoj tutje me një ajet ku Allahu xhaleshanu nuk thotë e përmbledh fakt gjithë esencën e fesë, thotë: Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Megjithatë, njerëzit nuk urdhërohen në gjë tjetër veç se ta adhurojnë Allahun xhaleshanu me sinqeritet dhe përkushtim të plotë. Para të ndërruar xhamat, lusë Allahu xhaleshanu që ne të na mësoj të jetojmë fenë me shpirt, sepse vetëm në atë motiv do të kemi sukses. Allahu thotë në Kur'an për ditën e gjykimit, për atë ditë, yawma la yanfa'u malun wala banun, thotë që atë ditë nuk do të ketë dobi malli edhe fëmijë. Njeri nuk do të bëjë dobi, illa man ata Allaha bi qalbin salim, atë ditë do të bëjë dobi njeriu zemra e pastër. Një punë kur e bën me sinqeritet, me një jetë të plotë. Para edhe në ditën e gjykimit nuk kanë shumë rëndësi tituj grada që i kemi për botë. Allahu thotë në Kahfin i surës Maryam: In kullu man fis samawati wal ard, gjithçka ka në qiell dhe në tokë, prej krijesave, illa ati Rahmani abda. Allahu xhaleshanu thotë aty para Rahmanit, para Allahut do të vinë si rob. Para Allahu xhaleshanu do të paraqitet secili si rob. Do të jetë i shveshur nga gjitha tituj apo grada të cilat i gëzon të tjerë. Pra të lusë Allahu xhaleshanu që jetën tona dhe qëllimet tona të na i pastron. Edhe për kundër gjitha gabimeve dhe kërkimeve që i kemi ne, Allahu xhaleshanu të na falë dhe në ditën e gjykimit gjithve nga mëkatet të na pastroj dhe në xhenetet e tij të na bashkojë. Ibadallah